Kthehemi në studio, diskutojmë tani për komunikimin e partive dhe të liderëve në fushatën politike. Do të diskutojmë me një panel të studio me dy të ftuar. Prezantojmë njëherë Besart Xhaferin, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, gjithashtu kandidat Besi. Shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të bisedojmë. Kemi gjithashtu dhe kolegun Andri Bala. Andri, shumë faleminderit. Kënaqësi. Kënaqësi të bisedojmë. Mirë, para se të nisim diskutimin, do të ndiqnim një përmbledhje me fenomenet po themi më kryesore të mënyrës se si kanë zgjedhur liderët të bëjnë fushatën dhe kthehemi për ta komentuar dhe analizuar. Me buf, zhaba, zhapike, hardhuca është karakterizuar fushata elektorale që nga nisja e saj. Mbasi të keni njohur bufin e gënetës, nuk keni fare se çka kërkoni më, se aty ka kukumjaçka, e ka bretkoca, e ka zhapike, ka gjithë farë lloj specie tjera që janë realisht ashtu. Athina dhe Minerva, dy perëndesha, nuk zgjodhen asnjë shpend tjetër si simbol të fuqisë tyre mendore, por zgjodhen pikërisht bufin. Simboli mençurisë. E çmendi e Tiranës. Por jo vetëm fjalime për bufin, këngët e koreografit nuk mungojnë. Ja bën bufi, bu e bu, ja bën bufi, bu e bu, unë këmboren do ta tung, unë këmboren do ta tung, na qofë në lava, bure për ty nuk ka. Ndërkohë një tjetër shprehje e zgjedhur nga Rama për votuesit demokrat është Qyriku. Qyrik, komplet. Po kur thonë, pse e fyen ju popullin shqiptar që e hapni fushatën me këngë dhe me valle, se sipas tyre duhet të hapi me zi, edhe fjalime, edhe muzik, edhe valle, edhe këngë, edhe kur thonë tallava, këta aristokratët e mëdhej. Do të ngrenë tavanin e biznesit, tavanin e taksës, e TVSH-s edhe të tatim fitimit. Ju nuk e keni, por do të edhe kur zgjeroj më shumë nuk do ta keni. Pra, shpresojmë të bëhet më e mira. Krahas episodeve me Lulzim Bashën, Rama ka zgjedhur dhe personazhe të rrjeteve sociale për të komunikuar. Më bie telefoni, shikoj ishte Niko Pelesh. Po e liçarën, hiqi thash. Ku je në shtëpi? Foli pak në çik ti miku tim. Marr telefonin unë edhe në vesh. E më thotë, më rënon si të kam. Mbeta unë çfarë sekonda. Tha, jam simpatizanti i videove tënde. Tash unë e shaj atë nga familja, është pas prapë simpatizant. Halli i madh është me ata qyrykët e tu Vrenos, që ishin lëshuar, jo donte ta blinte Rama, jo ja menderosi Vrenozi i Ramës, jo ja përplasi derë në fytyrë tërcivërsi. Tani që unë jam tifoz i videove të tua, këtë e din shokët e tu dhe të mitë. Por nuk mungon rikthimi në retrospektiv, ku kryeministri kujtohet për fotot e tij të publikuara lakuriq. Jemi në plazh, edhe më duket sikur jemi kthyer të dy në një vend që na ngjall kujtime shumë interesante. Jo, mua më kujtohet kur isha lakuriq, të nxorën ata. E tha vet. Kështu që kur bënim debat me kolegët e PD-s, ju thash, ky ju ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne. Ju faleminderit. Një fushat me kafsh, shpezë e ofendime, e cila më 11 maj do të ketë përballjen finale. Ishin këto momentet më kulminante përzgjedhura nga kolegu Bekim Bici, i cili e falenderoj. Bes, çfarë të bën përshtypje, kemi parë Ramën me, po themi, epitete, krahasime, fushat negative, doktorin nga ana tjetër, që ka qenë vazhdimisht, po themi, një personazh i tipologjisë burokratike të politikanit, bëj dhe element si kapelja, ornamentet e tjera të vendosura në kruj. Çfarë të bën përshtypje në tërësi?
para njerë nuk janë momentet më pikante, për mua janë momentet më vulgare, momentet më të ulta, që normalisht shqiptarët nuk e meritojnë, sepse në një fushat zgjedhore ka një kornizë komunikimi, nuk mund tjetë çdo gjë pa limit. Dhe dyta, duhet të jenë dy oferta, pra ofertat janë si në ofertën përmbajtëse të çfarë do ofroj premtime një forcë politike, po dhe si në ofertën e etikës, sepse ashtu siç mund bëhet fushata, ashtu dhe mund qeveriset. Dhe ne po shohim patjetër që degradon çdo gjë, nuk mund të them se po bëhet më trendi, se tani ecë merre vesh të Europa ka kaluar kohën më të artë të punkëve, pra të rebelimit, të rinise, të flokëve, të ngjyrave, të veshjes e çdo gjë, dhe ka qëndruar ajo Europë, ku dhe ne sot duam të shkojmë, sepse ka mbajtur disa korniza për politikanë. Politikan nuk është një punë e dosidoshme, nuk është puna e njeriu në normalitet, pra, por për mua edhe shumë sektor të ndryshme të punësimit nuk janë normale, ka një formalitet veshje, ka një formalitet sjellje, dhe për shembull ti Gjoj sot, pse je me kollare, me xhaket dhe flet me këtë etikë, kjo do thotë je tradicionale apo respekton teleshikuesin? Unë mendoj se ti respekton teleshikuesin, respekton dhe normalisht etikën që duhet të ketë media. Por këtu kemi një person që i thyen këto etika, sot para çere kore ka bërë dhe një thënie tjetër që nuk ishte në ato momentet pikante, vulgare, ku ka thënë që çdo person që do votoj Kënetën është një autik politik. Ne e dim se sa sensitive është për prindrit që kanë fëmijë me autizëm. Kjo gjë është gjë e ripërsëritur, pra në Partinë Socialiste, nuk e kuptojnë që disa shprehje lënë dhimbje të madhe tek ata që e vuajnë në shtëpi, po ashtu dhe shprehja çyryk, se shprehja çyryk vjen nga ndoshta otomanishtja, po mund t'jetë dhe për fëmijë të vonuar, pra, si thua që mund të kenë sindromën Down apo gjëra të tjera. Por është gjua e një personi të papërgjegjshëm. Kjo është e gjitha. Pra, unë më mirë preferoj një gjë tradicionale sesa një gjë të papërgjegjshme. Okej, fushata e doktorit po funksionon, duket sikur ka dhe, po themi, ngjarje të paparashikuara ku qytetarët bëjnë batuta të llojeve të ndryshme, e dëmtojnë, po themi, duke sjellë një sens ridikulizimi. Ajo tregon se sa më njerëzore është fushata drejt qytetarit, po qytetarit sipas grupit të interesit, jo qytetarit të mirë koordinuar dhe në batuta dhe në thënie që do thotë, por normalisht që një program ekonomik kur shkon dhe prezantohet te tregtar të vegjël, të mesëm apo të mëdhenj, ka pritshmëri dhe pritje të ndryshme, por ashtu edhe termat teknik. Pra tavani për shqiptarët është tavani i lartë, por për ekonomistët e din që është një tavan që i vë ekonomisë apo një dysheme. Përsëri nga gjua popullore kanë ardhur. Pra ato janë gjëra për mua më shumë simpatike se sa që të dëmtojnë, por normalisht doktor Berisha po mban atë format tradicional të një fushate siç bëhet në Europë dhe sot e kësaj dite, ku ti do fokusohesh te programi dhe madje po të bësh gafa të tilla siç i bën kundërshtari jon, janë gjëra që nuk i fal kurrë një elektorat. Okej, Andrej, çfarë bën përshtypje? Ka filluar prej ca ditësh një gjuhë kështu pejorative, si thua.